Selamu alaikum të dashur vëllezër dhe motra në kanalin ton Allah i Zuan. Nëse sot zemra jote është e rënduar, nëse mendimet nuk të lënë të flesh natën, nëse ndjen një shtrëngim në gjoks, një frikë të pashpjegueshme, një lodhje që nuk e sheh askush, atëherë dëgjoje këtë mesazh deri në fund. Ndoshta Allahu po ta dërgon këtë kujtim pikërisht në momentin kur zemra jote ka më shumë nevojë për të. Në kohën që jetojmë, shumë njerëz duken mirë nga jashtë, por brenda vetes janë të lodhur. Buzëqeshin para njerëzve, por natën luftojnë me mendime të rënda. Flasin normalisht, por në zemër mbajnë frikë, ankth, stres dhe shqetësime që nuk dinë si t'i shpjegojnë. Ndoshta edhe ti e njeh këtë ndjenjë. Ndoshta ke frikë për të ardhmen, ndoshta ke frikë nga njerëzit e ligë, ndoshta ke frikë nga sëmundja, ndoshta ke frikë se diçka e keqe mund të ndodhë. Ndoshta ke mendime që përsëriten vazhdimisht dhe nuk të lënë të qetë. Por sot dua të kujtoj diçka shumë të rëndësishme. Ti nuk je vetëm. Allahu e di gjendjen tënde. Allahu e di atë që ti nuk arrin ta thuash me fjalë. Allahu e di lotin që e fsheh. Allahu e di lodhjen që e mban në zemër. Allahu e di dhimbjen që nuk ja tregon askujt. Dhe Allahu nuk e haron kur një zemër që e thërret atë me sinqeritet. Frika është pjesë e natyrës njerëzore. Ankthi është një gjendje që shumë njerëz e përjetojnë. Të kesh frikë nuk do të thotë se je i dobët. Të lodhesh nuk do të thotë se nuk je iman. Të qash nuk do të thotë se Allahu të ka haruar. Edhe zemrat që besojnë mund të lodhen. Edhe njerëzit që falen mund të kenë ditë të vështira. Edhe njerëzit që bëjnë dua mund të ndihen ndonjëherë të thyer. Por dalimi i madh është ky. Besimtari nuk dorëzohet tek frika. Besimtari e çon frikën tek Allahu. Kur zemra rëndohet, Islami nuk na lë pa rrugë. Allahu na ka dhënë ilaç për zemrën, na ka dhënë Kur'anin, na ka dhënë duan, na ka dhënë dhikrin, na ka dhënë namazin, na ka dhënë tevekulin, mbështetjen tek Ai. Në Kur'an Allahu thot: vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Kjo nuk është vetëm një fjalë e bukur, kjo është një e vërtet e madhe. Zemra nuk gjen paqe të plot vetëm tek njerëzit, nuk gjen paqe të plot vetëm tek parat, nuk gjen paqe të plot vetëm tek planeti e kësaj bote. Paqja e vërtet vjen kur zemra lidhet me Allahun, sepse zemra është krijuar nga Allahu dhe ajo qetësohet vetëm kur kthehet tek krijuesi i saj. Shpesh ne përpiqemi t'i kontrollojmë të gjitha. Duam ta dim çfarë do të ndodhë nesër. Duam të dim si do të zgjidhet çdo problem. Duam të dim pse ndodhi një sprov, pse u largua dikush, pse u mbyll një derë, pse na lëndoi dikush, pse nuk erdhi ende lehtësimi. Por zemra lodhet kur mundohet të mbajë gjithçka vet. Dhe këtu hyn tevekuli. Tevekul do të thotë: unë bëj atë që kam në dorë, por rezultatin ja lë Allahut. Unë përpiqem, por nuk e shkatërroj veten me mendime. Unë ruhem, por nuk jetoj çdo ditë me frikë. Unë bëj dua, por nuk e humb shpresën. Unë eci përpara, sepse e di se Allahu është ai që drejton çdo gjë. Thuaj i zemrës tënde: unë nuk jam vetëm. Allahu është me mua. Allahu më sheh. Allahu më dëgjon. Allahu e di çfarë kam në zemër. Allahu do të më jap dalje. Kur ankthi të rritet, kur mendimet të rëndohen, kur frika të ka papritur, ndalo për një moment. Merr frymë ngadalë, përmende Allahun. Thuaj: Hasbunallahu ve ni'mal vekil. Allahu na mjafton neve dhe ai është mbrojtësi më i mirë. Thuaje me zemër, jo vetëm me gjuhë. Thuaje sikur po ja dorëzon Allahut barrën që po të lodh. Thuaj gjithashtu: La haula wala quwata illa billah. Nuk ka forcë dhe nuk ka fuqi përveç se me Allahut. Kjo fjali është shumë e fuqishme për zemrën, sepse të kujton se ti nuk duhet ta mbash gjithë botën mbi shpatulla. Nuk je krijuar për t'i përballuar të gjitha vetëm. Ke një Zot që të dëgjon, ke një Zot që të mbron, ke një Zot që e di rrugën edhe kur ti nuk e sheh.
Në momentet kur dihesh i friksuar, lexo sure El Felek dhe sure En Nas. Këto sure janë buroj nga e keqa që shihet dhe nga ajo që nuk shihet, buroj nga vezveset, buroj nga mendime që të sulmojnë, buroj nga njerëzit që nuk ta duan të mirën, buroj nga zilia, syri i keq dhe çdo errësirë që rëndon shpirtin. Lexoj në mëngjes, lexoj në mbrëmje, lexoj para xhumit, lexoj kur ndjen frikë. Dhe mos harro ajetul kursin, është prej ajeteve më madhështore të Kuranit. Lexoje me besim dhe me zemër të pranishme. Ndonjëherë njerëzit kërkojnë qetësi, por nuk i japin zemrës ushqimin që i duhet. Trupi ka nevojë për ushqim, por edhe shpirti ka nevojë për ushqim. Ushqimi i shpirtit është dhikri, ushqimi i shpirtit është Kurani, ushqimi i shpirtit është namazi, ushqimi i shpirtit është dua. Kur zemra është larg Allahut, ajo fillon të thahet, por kur zemra kthehet tek Allahu, ajo fillon të marrë dritë. Ndoshta shërimi yt nuk do të vijë për një ditë, ndoshta ankthi nuk largohet me njëherë, ndoshta ende do të kesh ditë të vështira, por dije, çdo dua që bën nuk humbet, çdo lot që bie për Allahun nuk harrohet, çdo dhikr që thua e ndriçon zemrën tënde, çdo sejdë që bën të afron më shumë me Zotin tënd. Allahu e sheh përpjekjen tënde. Ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë luftën tënde. Ndoshta dikush të thotë mos mendo shumë. Ndoshta dikush nuk e merr seriozisht dhimbjen tënde, por Allahu e di dhe mjafton që Allahu e di. Në Kur'an Allahu na kujton, vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Kjo do të thotë se asnjë errësirë nuk është e përhershme, asnjë natë nuk zgjat përgjithmonë, asnjë dhimbje nuk është më e madhe se mëshira e Allahut. Ti sot mund të ndihesh i dobët, por Allahu mund të jap forcë. Ti sot mund të ndihesh i humbur, por Allahu mund të udhëzojë. Ti sot mund të ndihesh i friksuar, por Allahu mund ta mbush zemrën tënde me siguri. Prandaj mos e humb shpresën. Mos tuaj nuk ka rrugdalje. Tuaj Allahu do të më hap një rrugë. Mos tuaj jam vetëm. Tuaj Allahu është me mua. Mos tuaj nuk mundem më. Tuaj me ndihmën e Allahut do ta kaloj edhe këtë. Por dua të them edhe diçka të rëndësishme. Nëse ankthi yt është shumë i rënd, nëse ndihesh shumë i tyrë, nëse mendimet të lodhin shumë, mos ki turp të kërkosh ndihmë. Fol me dikë të besueshëm, fol me familjen, fol me një imam, fol me një mjek ose me dikë që mund të ndihmojë. Kërkimi i ndihmës nuk është dobësi. Kujdesi për mendjen, trupin dhe zemrën është përgjegjësi. Allahu na mëson të bëjmë dua, por edhe të marrim shkaqet. Të kërkojmë ndihmë, të kujdesemi për veten dhe të mos dorëzohemi. Tani në këtë moment, nëse zemra jote është e lodhur, bëje këtë dua me mua. O Allah, qetësoje zemrën time. Largoje frikën nga shpirti im. Më mbro nga mendimet e këqija. Më mbro nga vezveset. Më mbro nga njerëzit e ligë. Më mbro nga zilia, nga syri i keq dhe nga çdo e keqe që unë e di dhe nuk e di. O Allah, më jep paqe në zemër. Më jep dritë në shpirt. Më jep forcë në iman. Më jep durim në sprova. Më jep dalje nga çdo vështirësi. O Allah, nëse jam i lodhur, më forco. Nëse jam i friksuar, më siguro. Nëse jam i sëmur, më shëro. Nëse jam i humbur në mendime, më drejto tek drita jote. Nëse zemra ime është e thyer, shëroje me mëshirën tënde. O Allah, mos më lër vetëm asa hape mbyll syt. Ma lidh zemrën me ty.
ma mbush shpirtin me qetësi, ma largo ankthin, ma largo stresin, ma largo çdo mendim që më dobëson. Amin. Vëlla dhe motër, mos harro, gjendja jote e sotme nuk është fundi yt. Kjo dhimbje nuk është identiteti yt. Kjo frikë nuk është më e madhe se Allahu. Kjo sprovë nuk është më e madhe se mëshira e Tij. Mbaje zemrën të lidhur me Allahun, bëj dhikr, leqo Kur'an, bëj dua, falu, kërkon ndihmë kur ke nevojë dhe mos e humb shpresën, sepse Allahu është më afër teje se sa frika që po të mundon. Nëse kjo video të soli pak qetësi, shpërndaje me dikë që po kalon një kohë të vështirë. Shkruaj në komente cila dua ose cili ajet të jep më shumë forcë. Ne i lexojmë komentet tuaja dhe lutemi që Allahu t'i qetësojë zemrat e të gjithëve. Allahu ju ruajt, ju forcoft, ju dhuroft paqe shpirtërore dhe ju largoft çdo frikë, çdo ankth dhe çdo brëng. Deri në videon tjetër, në Allah i Zuan. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim.